Bashkia e Sarandës do të ngrejë një strukturë të re për parkimet me pagesë. Pëllumb Alimi, drejtori i shërbimeve pranë Bashkisë Sarandë, thekson se bashkia tashmë do të nisë një strukturë të re për parkimet me pagesë. Sipas tij, në 8 rrugët ku do të fillojë parkimi me pagesë do të ketë punonjës të bashkisë, të cilët do të punojnë për mbledhjen e tarifës prej 50 lekë për orë. Sipas Alimit, do të vendoset një punonjës për 50 deri në 60 vende parkimi, të cilat zënë një hapësirë prej 180 deri në 200 metrash. Dija unë miratua në Këshillin Bashkiak parkimet me pagesë në Bashkisë Sarandë. Si do funksionojë si strukturë? Si do procedohet? Parkimet me pagesë është vërtet që kaluan dija në Këshillin Bashkiak. Do miratua në shumicë votash. Ne si ekzekutiv në takon tash të fillojmë implementimin dhe fillojmë zbatimin e këtij procesi. Ne kemi menduar që kjo të menaxhohet nga bashkia, të mos punojmë me kompani të treta ose të dyta, por direkt të ngrejmë një strukturën tonë, sipas vendeve të parkimit, sipas rrugëve që kemi parashikuar ne, të kemi dhe njerëzit të cilët do të vjelin të ardhurat nga subjektet, nga personat që do të blejnë makinën në këto anë të rrugëve tona. Ne kemi menduar që një person të mbulojë 50 deri në 60 vende parkimi, të cilat janë afërsisht një hapësirë 180 deri në 200 metra. Këtë kemi menduar me mendimin që edhe rrugët tona janë me kthes, ka vende që janë të padukshme dhe njeriu duhet të ketë në mbikëqyrje. Këtë përvojë kemi marrë nga Bashkia e Tiranës, e kemi marrë nga vendet fqinj nga Kosova, edhe nga vendet tjera ku kemi qenë. Ka shumë metoda për ta vjedhur lekun. Ne mendojmë të fillojmë me këtë metodë e parë, me një mbikëqyrje nga punonjësi që do ketë në patronazh, në detyrim këtë zonë parkimi. Do të ketë një bilet tip, ku do të jetë shënuar rruga që parkohet, ku do të jetë shënuar ora, muaj, data dhe gjitha me radhë, do të jepet qytetarit që do parkojë makinën, dhe mbasi kthehet qytetarit marrë makinën prapë, do ballafaqohet me orën kur e la dhe me orën kur e merr. Nga ana e punonjësit do t'i thuhet që ka që orë qëndruat, ky është çmimi i shënuar në bilet për lekë për orë, do të paguajmë para. A do ketë rrugë të tjera përveç 8 rrugëve që u miratuan dje? Tashi ne jemi të ndërgjegjshëm që ky problem do ketë probleme. Është një përvojë e re jona. Nuk kemi idenë që të godasim qytetarët, nuk kemi idenë që të mbushim, të jetë një burim i vetëm për të mbushur arkën e bashkisë, se nuk do ishte mirë kështu. Ne kemi qëllimin që të disiplinojmë, është një lloj shërbimi, se në këto rrugë po bëhen disa investime, dhe të mundohemi të rregullojmë pak trafikun, se duke qenë i përgjegjshëm njeriu që e lë makinën, nuk do ta lë makinën jashtë kohës që nuk i duhet, siç ndodh sot. Që kemi makina të mbyllura, edhe kur vjen përdoruesi i mjetit për ta marrë, harron se ku e ka lënë makinën, se ka 5-6 orë që e ka lënë, dhe vjen vërtet nuk ku e lash. Kështu njerëzit do ndërgjegjësohen, shuma që ju kërkojmë 500 lekë të vjetra për orë, është simbolike, është minimale. Më mbrapa do shikojmë mënyrën e vjedhjes. Ka sot në Evropë, kudo jashtë nesh, ka shumë metoda për t'i vjedhur. Shumë metoda për t'i vjedhur. A ka ndonjë projekt për parkime të nëndeshme? A ka investitor privat të cilët janë afruar pranë Bashkisë Sarandë? Normalisht deri tash në dielin time nuk ka ardhur njeri afruar. Situata e parkimeve në Sarandë është e rënduar, ose tej masë e rënduar, thjesht nga mënyra e ndërtimit të këtyre kodinave që janë bërë buzë rrugëve. Se nëse këto do kishin qenë projektim për logjikën time, të planifikuara parkime të nëndeshme, do ishte situata diçka më e butë. Nuk do që ka qeses. Kushdo që të vite afrohet, përsa e përket drejtorisë së shërbimeve, po në dijenin time dhe për mendimin e udhëheqjes bashkisë, kryetar në kryetar, janë të hapur për këto gjëra dhe janë të mundshme të realizohen. Kudo që ka mundësi. Edhe një herë, drejtuesit e bashkisë dhe këshilltarët e majt treguan arrogancën dhe forcën e kartonit për të fshehur realitetin që ndodh në këto institucione. Masakrën me paratë të sapaguesve të kësaj bashkie, paligjshmërinë e aktivitetit të këtij institucioni. Në mbledhjen e datës 16/2, ne, këshilltarët e djathtë, duke i referuar situatës në SHA Butrindi, shqetësimeve të qytetarëve e sportdarësve, kërkuam analizën vjetore të kësaj shoqërie,
e cila duhet theksuar se financohet nga i vetmi aksioner bashkia. Është për të ardhur keq, për mungesën e dëshirës, profesionalizmit, mungesën e transparencës, e cila është një detyrim ligjor për çdo institucion shtetëror. Materiali i paraqitur jo vetëm nuk ishte i plot, po kishte mangësi shumë të theksuara, ndaj të cilit hidhen hije dyshimi për fshehjen e informacionit. Në mbledhjen e komisioneve, ne kërkuam informacion për këto dokumenta. Kontratat dhe borderot e pagesave të vitit 2015 të kësaj shaje, librin e procedebaleve të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës për vitin 2015, me mendimin se këto dokumenta do të rrisin shkallën e transparencës të aktivitetit të kësaj shoqërie në mënyrë që gjykimi i këshilltarëve të ishte më pranë realitetit. Pavarësisht se në komision na u premtua se këto materiale do të paraqiteshin në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ndodhi e kundërta. Përveç se materiali nuk u paraqit në Këshill, administrata e bashkisë dhe këshilltarët e majt në blok nuk lejuan të hidhej asnjë hap për bërjen transparente të aktivitetit të këtij institucioni, duke shkelur me forcën e kartonit çdo iniciativë të këshilltarëve të opozitës mbi këtë çështje. Në kërkesat tona për transparencën e funksionimit të këtij institucioni nuk ishte asnjë tendencë për politizimin e kësaj çështje, por një detyrim moral dhe ligjor ndaj qytetarëve. Në pamundësi të transparencës së plot të këtij aktiviteti të institucionit dhe kushtet e një teri informativ të kësaj administrate dhe të këshilltarëve të mazhorancës që u bë pjesë e kësaj loje, ne këshilltarët e djathtë u detyruan të largoheshim nga mbledhja. I bëjmë thirrje kryetares së bashkisë të ushtrojë kompetencat që i jep ligji për të kthyer në konturet ligjore funksionimin e institucionit të bashkisë dhe të bëjë transparent aktivitetin e tyre, duke mos u bërë pjesë e kësaj loje politike dhe antiligjore. Qesko Çakalli, këshilltar i Partisë Lëvizja e Legalitetit, pjesë e grupit të këshilltarëve të djathtë, prononcohet lidhur me situatën në klubin e futbollit Butrindi Shah. Sipas këshilltarit Çakalli, kërkohet informacion nga Bashkia e Sarandës për menaxhimin e klubit të futbollit. Ju dje u larguat nga mbledhja e Këshillit Bashkiak pas debateve mbi sportin dhe rrëzimit të kërkesës për komisionin Hadok. Ne jemi larguar nga mbledhja e Këshillit Bashkiak në shenjë proteste dhe mungesës transparencës dhe dëshirës që kanë pushtetarët e sotëm që administrojnë bashkinë dhe pjesë e këshilltarëve të majt, mazhorancës, për të bërë transparent. Kjo është një detyrim ligjor që ata kanë mbas ligje të dy shteti, jo vetëm ndaj këshilltarëve të bashkisë, por edhe ndaj popullit të thjeshtë taksapaguesve. Ne e kërkuam këtë për të bërë një detyrim, që shtamë edhe në mbledhje, për të shtruar një detyrim ndaj gjithë zërave që qarkullojnë, por edhe për të qartësuar veten tonë, sepse është një sasi e konsiderueshme parash që bashkia paguan për këtë shoqëri, 230 milionë lekë të vjetra në vit, dhe nuk është bërë asnjëherë një analizë dhe mirëfillt dhe detajuar për këtë sasi të madhe parash. Dhe marrja e informacioneve që kërkuam ne, analiza e informacioneve që kërkuam ne, do të rrisë shkallën e gjykimit të këshilltarëve, për të gjykuar domethënë nga ana financiare dhe nga ana e menaxhimit, dhe për të bërë qëndrime të dhura në lidhje me problemin që bëhesh në fjalë. Dhe problemi i dytë ishte sepse që dorën nga fakti dokumentare, qartëmoi që shoqëria nuk funksionon nga ana ligjore, për t'i bërë thirrje kryetares bashkisë që të zbatojë ligjin dhe ta kthejë administrimin e shoqërisë brenda kuadrit ligjor, që të ecë paralelisht sepse që bashkisë ka shumë probleme të tjera, ka shumë detyra të tjera, me të gjitha institucionet që duhet kohë shumë për t'i marrë në analizë dhe për të rregulluar gjithë problematikën që paraqet domethënë terreni ose koha ose situata ose punët e bashkisë. Shohim një fshehje informacioni, shohim një mendim të kundërt me tonin që nuk ka të bëjë me politikën, ka të bëjë thjesht me përplasje që ata duan
Këroni me ne, këroni terror, tunin kartonin, fshehin dokumentacionet, gjëra pa kuptim të cilat nuk është në hapësinë e tyre, nuk ka lënë askush për diskutuar ata. Këto janë në hapësinë e ligjit. Ligji ka dhënë të drejtën. Janë ligjet e shtetit shqiptar që të japin të drejtën. Dhe ata shkelin ligjin. Cilat janë disa nga hapat që do të merrni më pas? Ne do të bëjmë protestë, siç e bëm sot, një protestë për të bërë thirrje më shumë kryetarit të Bashkisë së Sarandës, statutin kombëtar me fjalë, të kthejnë në konturën ligjore të gjithë institucionin që bëhet fjalë, por edhe institucion tjetër që ka problematika të tilla, të risë përgjegjshmërinë për pozicionin që ka marrë dhe për votin që ka dhënë populli, të forcojë ligjin, forcojë rregullin, dhe në raste të informacionit do të marrin të vënë para këshilltare gjithë dokumentacionin që kërkohet, të rritë transparencë, shkalla transparencës. Në pas gjykimit do të marrim informacionin, do të marrim nga gjykimi se si është realisht e vërteta e funksionimit të këtyre shoqërive, do të vendosim hapat tona konkret. Por me sa shohim ne, këto punë nuk do të vënë mirë. A do t'i drejtojnë organeve ligjzbatuese si prokurorisë apo gjykatës? Në rastin më të parë, të kapë shkelje, ne drejtojmë të gjitha institucioneve, qoftë duke përfshirë këtu edhe kontrollin e shtetit, edhe prokurorinë dhe institucionet të tjera. Por ne duam në të parë që këto institucione të kthehen më njëherë, brenda kuadratit ligjor për të vazhduar aktivitetin normal. Për problemet e tjera që kanë kulisë për 2015, ata asnjë orë dhe asnjë çast nuk do të shpëtojnë as transparencës dhe as ligjit, nëse kanë probleme me të. Ministria e Arsimit do të nisë një reformë në kurrikulën e arsimit të mesëm. Në vitin shkollor 2016-2017 parashikohet një reduktim me 6 lëndë për klasat e 10 dhe të 11, si dhe thjeshtimi i përmbajtjes së teksteve. Do të ketë një profilizim të klasave të 12 për të orientuar më mirë drejt programeve të arsimit të lartë. Numri i lëndëve të detyruara me kurrikulën e re do të zbresë nga 18 në 12 për klasat e 10 dhe të 11. Reduktimet të lëndëve do të ketë edhe për maturantët. Testimet e kryera në arsimin bazë nga Agjencia Kombëtare e Provimeve treguan nivel të lartë të gabimeve drejt shkrimore të gjuhës shqipe dhe analfabetizmit. Për këtë arsye, autoritetet e arsimit do të ndajnë lëndën e gjuhës shqipe nga letërsia, për t'i dhënë prioritet secilit program. Reforma e kurrikulave të arsimit të mesëm do të profilizojë maturantët, sipas prirjeve dhe dëshirave për të ndjekur studimet e larta. Disa nga risit e kurrikulës së re janë ndarja e gjuhës shqipe nga letërsia, rikthimi i traditës së filozofisë në kurrikulën bazë, zvogëlohet mundësia e zgjedhjes në 2 vitet e para të gjimnazit, si dhe shtohet numri i orëve me zgjedhje në klasën e 12. Programet kurrikulare të gjimnazit mundësojnë që të shkruhen tekste shkollore më pak të ngarkuara. Modelet kurrikulare plotësojnë nevojën e nxënësve në drejtim të çështjeve prioritare të shoqërisë së shekullit të 21. Policia ka arrestuar në flagrancë një person për shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor. Është arrestuar shtetasi Brikel Sulo, 28 vjeç, banues në Sarandë. Arrestimi i këtij shtetasi nga policia u bë pasi duke lëvizur në rrugën Adem Sheme me motorcikletën tip Thai Honda me targ AM 760 ka goditur aksidentalisht këmbësorin me inicialet GI, 44 vjeç. Sipas së këtij aksidenti ka mbetur të dëmtuar lehtë drejtuesi i motocikletës bashkë me këmbësorin, të cilët ndodhen në spitalin e Sarandës jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa më datë 16/2/2016 u arrestuan në flagrancë shtetasi me inicialet AP, 51 vjeç, banues në fshatin Rahull. Pasi dyshohet se më datë 15/2/2016 rreth orës 19 në Livadhja, duke drejtuar pa leje drejtimi motorin tip Dajang ka dalë nga rruga dhe është dëmtuar.